Fruthi është rikthyer në vitin 2025, a jemi të përgatitur? Në muajt e fundit, janë raportuar 10 shpërthime të fruthit në vende të ndryshme të botës. Shkaku kryesor është rënja e vaksinimeve, sidomos gjatë dhe pas pandemisë, ku shumë prindër kanë shtyrë ose anashkaluar vaksinimin e fëmijëve. Në të njëjtën kohë, përhapja e lajmeve të rreme ka shtuar pasigurinë te qytetarët. Fruthi është jashtëzakonisht ngjitës. Ai përhapet përmes kollës, të shtimave dhe ajrit të ndotur nga një person i infektuar. Nëse një person i pavaksinuar ndodhet në të njëjtin ambient me të, ekziston rreth 90% mundësi që të infektohet. Sëmundja fillon me ethe, rrjedhje hundësh, koll, skuqje të syve, dhe më pas shfaqen njollat karakteristike në trup, por pasojat mund të jenë shumë më të rënda. Fruthi mund të shkaktojë pezmatim të mushkërive, dëmtim të trurit, madje edhe vdekje. Çfarë mund të bëjmë për t'u mbrojtur? Vaksinohuni me të dyja dozat e vaksinës kundër fruthit, shytave dhe rubeolës, e njohur si MMR. Kontrolloni kartelën e vaksinimit tuaj dhe të fëmijëve tuaj. Nëse keni dyshime për simptomat, mos prisni, kërkoni ndihmë mjekësore menjëherë. Mos i besoni çdo informacioni në rrjet. Përdorni burime të sigurta dhe dëgjoni profesionistët e shëndetit. Fruthi nuk është thjesht një sëmundje e fëmijëve, dhe as diçka që kalon lehtë. Është një kërcënim i vërtet për shëndetin publik, por që mund të parandalohet nëse veprojmë me ndërgjegje.